Në fokus të piranjave, prej 4 vitësh tashmë, krahas temave të ndryshme që dënojnë fenomenin e një shoqërie, ka zënë vend edhe demaskimi i manjakëve dhe pedofilëve që qarkullojnë në rrjetet sociale. Shumë nga ata që kemi kapur pas denoncimeve që na kanë ardhur kanë qenë persona me jetë sociale të mbyllur dhe me probleme komunikimi, të cilët ktheheshin në predatorë të mirëfill të vajzave, kryesisht minorine. Por pavarësisht numrit të madh të atyre që kemi nxjerrë zbuluar, nuk është të thënë që ata të ndalojnë, për të mos thënë që shtohen çdo ditë. Ndaj, për një rast të freskët do ju flasim sot, por jo nga kategoria e individëve që përmendëm më sipër. Sepse manjaki i radhës nuk është do si do, ai ka 2 avantazhe të forta, krahasuar me të ngjajshmit e tij të kapur nga ne. Së pari është drejtori i një shkolle fillore dhe së dyti është i angazhuar politikisht në Partinë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Madje duke qenë pjesëmarrës aktiv edhe në fushatën zgjedhore që po zhvillohet. Sidoqoftë, kjo nuk i ka penguar që kohën e lirë, sidomos orët e mbrëmjes, t'i kaloj duke çatuar me vajza nën moshë. Siç është rasti i një 17 vjeçare, e cila anonimisht na ka rrëfyer historinë e saj me Nazmi Pnishin. Këtë individ 36 vjeçar, drejtori i shkollës Pjetër Bogdani në Demian të Gjakovës, i cili është i martuar dhe babai i 2 fëmijëve. Okej, se përmend që je 17 vjeçë edhe non stop luftë foto. Okej, sa po Tu ju një javë, 2 që një javë që shtot. Edhe vazhdimisht i shkollështar që një qunë një foto. Pas bisedave të para me vajzën, drejtori nuk humba as pak kohë dhe nis të bëj video mesazhe duke u mburrur me pozicionin e punës si drejtor. Madje këtë e bën nga zyra e tij në shkollë. Si 6 vjet jam drejtor. Djali është në klasë 2, vajza në para shkollë. Pasi është bindur se e ka dhënë efektin të vajza me video nga zyrja, drejtori kërkon menjëherë të takohet nga afër me të. A ki dëshirë më bë like? Jo, s'moj. Ky refuzim për ta takuar nuk ja ndryshon mendimin drejtorit manjak, i cili nis t'i shfaq pëlqimin adoleshentës duke i dërguar tekste me përmbajtje erotike. Por drejtori manjak nuk ndalan këtu dhe pak më vonë i dërgon 17 vjeçares foto dhe video intime. Gjatë bisedave, me sa duket për të bërë përshtypje tek ajo, drejtori Nazmiu dërgonte video të bëra nga zyra e tij e drejtorit të shkollës. Se të nga në moshaj, që përsa është i martun, ka familje, është drejtar, është në një nivel lartë arsimit, edhe më ka duk shumë e çuditshme kësan. Kjo histori do të zgjaste disa ditë, deri kur vajza mori guximin të kontaktante me ne, duke na dhënë akses në Snapchatin e saj. Aty ku drejtori politikan vazhdonte t'i shkruante asaj intensivisht, madje me kërkesa të vazhdueshme për ta takuar. Ka insistu në pas mi dërguar në video të ati, foto noda, kërkoj që në u taku me mu, me shku me një vend, edhe me bëjt si gjana, se shkojnë edhe keqe dhe mi përmen. Thash vjen në Prizren shpesh, se këmë shumë largu, ty konë 25 kilometra, që tash më do shti hypi kjede të vi. A të lërgohë pak për kamerën, sa bën? Më pas, drejtori manjak hap kamerën për t'i treguar vajzës adoleshentes se ndodhet në zyrë. Ja, mbyllat dhe të zanërti janë të qelë. Të që kushtë zyrja janë. Në këto kushte, vajza e mësuar nga ne pranoi të atakonte, ndërsa drejtori manjak caktoi orën dhe vendin e takimit në një lokal në qytetin e Prizrenit. Kjo për faktin e thjeshtë që të mos e shikonin persona që e njihnin, përfshirë edhe gruan me të cilën ka vite i martuar. Por problemi vetëm ishte se takimin do ta bënte me ne dhe as pak me vajzën. Mos të besoj që ishte. Se çdo e pika, po të ndërë. Ma vetën edhe për përveshje e rafsht edhe në nëllë, matë, të dukesh. E pse që kanë 17 vjeçare në ma vetën? Ma ndryshë, dhe një ma papjekë, zakonisht në përvojë, dhe që ka shofë, rrugë se shofë gjithë shka, në ti përdojsh ma ndryshë. A jam shumë sa drejta? Jese që të shumë diku njerëz e ka po? Je dukoj në njerëz. A jetë shpjeve? A t'vjen marrë që fol me 17 vjeçare? I thu vetës drejtar, qysh fol? Qysh drejtori fol me 17 vjeçare? Ti jemi eduku njerëzit, apo? Run. Drejtori
drejtar, pse kështu? Vetëm një përgjigje, drejtar. A të vjen turp me i që video pornografike 17 vjeqarës? Ky që iku me vrap është Nazmi Pnishi, drejtori i shkollës fillore Pjetër Bogdani në fshatin Demian të Gjakovës, i cili të miturat i edukon ditën e ngacmon natën. Vrapi pas drejtorit politikan na lodhi pak, por për veprimet e tij ju drejtuam drejtorisë së arsimit në komunën e Gjakovës. Me pas informata nëse se ka tilla është interes edhe ju, sepse nuk është normale. Nëse janë vërteta, nuk janë normale, sepse është e vërteta. Është vërteta. Po. Shpresojmë shumë që institucionet të marrin masën ndaj këtij manjaku që është gjithë ditën mes fëmijëve. Ndërkohë që i kujtojmë atij dhe të ngjajshmeve të tij se ne jemi gjithmonë sy e vesh tek ata. Prandaj do t'i kapim sërish sa herë që një vajzë të na kontaktoj.